Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe sot do të jemi rreth një orë në transmetim dhe padyshim që kam nevojë për vëmendjen tuaj për histori që trajtojmë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, histori pa gjurmë që kërkojnë familjarët të gjejnë gjurmët e njerëzve të tyre të dashur. Padyshim që do të flasim për persona që janë larguar nga shtëpia dhe kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët, por do e nis ditën e sotme me një histori që vjen nga Vlora, një nën që kërkon të vërtetën e djalit të saj. Do të kthehemi pas shumë vite, plot 29 vite, dhe është zonja Anila Muhaj, kjo 58 vjeçare, e cila kur u bë për herë të parë nën, nuk mësoi të vërtetën e djalit të saj që e solli në jetë në 9 shtator të vitit 1997 në qytetin e Vlorës. 58 vjeçaria ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Besoj je e lodhur se ke qenë duke udhëtuar, dije ke mbritur në Shqipëri dhe sot je me mua në këtë studio. Kishim lënë një takim, një datë për të qenë prezente dhe ju në këtë transmetim live, për të rrëfyer dhe ju historinë e jetës tuaj dhe për të zbuluar një të vërtetë. Të vërtetë dua, asgjë tjetër. Historitë që trajtojmë në studion e emisionit Pa Gjurmë me dashur Anila, të cilat ne i kemi grupuar dhe i kemi quajtur ironia e fatit këtë histori, ku dhe historia juaj bën pjesë në këtë dosje që ne kemi vënë këtë emër për ironi të fatit. Keni humbur, le të themi, çdo lloj gjëje në kërkim të së vërtetës. Nëna që vinë pafund dhe denoncojnë që solla në jetë një fëmijë, më thanë vdiq në spital dhe nuk e kanë besuar që ka vdekur, por e kërkojnë. Pse ka ardhur sot në këtë studio, do ta bëj një pyetje të sinqertë, dhe beson që djali që solli në jetë në 9 shtator të 1997 është gjallë? E besoj Odeta sipas kërkimeve dhe fakteve që unë kanë kërkuar, nuk del ashtu sipas letrave që kam marrë, denancimet që kam bërë në polici dhe deklaratet që kam marrë në spitali. Nuk dalin ashtu siç është e vërteta, ajo që dini ju. Di unë. Pra, le të themi kërkimet që ju keni bërë, ngren pikpyetje të mëdha dhe kjo ty të bën të dyshosh që diçka ka ndodhur me djalin tuaj dhe ndoshta ai sot mund të jetë gjallë. Gazetarja ime Ersela, që po merret me këtë histori, më tregoi që jeni dhe në një çështje gjyqësore, keni hedhur në gjyq spitalin. Po, i kam hedhur. Spitalin e Vlorës. Doktorin që nuk duam të përmend emrat. Doktori që ka asistuar në lindjen tuaj atë vit. I femjerët që kanë qenë atje, se doktori dhe i femjerët sigurisht që punojnë bashkë. Do i dëgjoj dashur Anila me vëmendje historinë tuaj, do jemi bashkë për minuta tëra live në studion e emisionit Pa Gjurmë, por fillimisht më lejo të prezantoj një kronik që gazetarja ime Ersela ka përgatitur për familjen Muhaj nga Vlora, e dëgjojmë dhe rikthehemi. Një histori e dhimbshme mbushur me dyshime dhe plagë që nuk janë mbyllur kurrë. Anila Muhaj, sot 58 vjeçë, rikë në vëmendje një ngjarje që daton në vitin 1997 në maternitetin e Vlorës. Ajo tregon se momenti që duhet të ishte më i lumtur i jetës së saj, lindja e fëmijës, u kthye në fillimin e një misteri të pazgjidhur. Sipas rrëfimit të saj, ajo lindi pa ndihmën e stafit mjekësor, e vetme në krevatin e spitalit. Pas lindjes ajo dëgjoi të qarat e foshnjës, një moment që i ka mbetur i gjallë në kujtesë edhe sot. Por pak më vonë, infermierët i komunikuan se fëmia kishte ndërruar jetë, një lajm që ajo e pranoi në ato kohë, mes dhimbjes dhe pasigurisë. Megjithatë, një element mbetet thelbësor në rrëfimin e saj. Ajo nuk e pa kur fëmijën, as të gjallë dhe as të vdekur. Me kalimin e viteve, dyshimet nisën të shtohen. Anila Muhaj u rikthye në spital për të kërkuar informacione, por pretendon se nuk gjeti asnjë gjurmë në regjistrat spitalor, madje sipas saj mjekët i thanë se emri i saj nuk figuronte fare në dokumentacion. E bindur se diçka nuk shkonte, ajo vendosi të bëjë denoncim në polici, por sipas saj rasti nuk u mor seriozisht dhe hetimet nuk u avancuan. Sot, pas më shumë se 2 dekadash, Anila Muhaj shprehet e bindur se fëmia i saj mund të jetë gjallë dhe dyshon se mund të jetë dhënë përmirësim në mënyrë të paligjshme. Ajo kërkon vetëm një përgjigje, një të vërtetë që sipas saj është pomohuar për vite me radhë. Kjo është historia e çiftit nga Vlora, Bashkim dhe Anila Muhaj, të cilët pasi sollën në jetë fëmijën e tyre të tretë pas 2 vajzave, sollën në jetë djalin të lumtur që do bëheshin prindër të një djali, fatkeqësisht kjo nën në atë vit të vështirë për shqiptarët 1997 doli nga spitali duar bosh, duke
i thënë se djali ndroi jetë. E dashur Anila, do marrë fesh gjithë historinë dhe ndalemi tek shtatori 1997, le të themi ajo datë kur filluan dhimbjet dhe t'ju nise drejt spitalit. Atë ditë shkuam në spital, në Vlorë. Ju jetonit po në qytetin e Vlorës brenda? Jo, ne jetojmë nga Selenica. Nga Selenica e Vlorës, po. Dhe shkuam, se si ajo kohë 97 ishte rumuj, luft, dhe Ishte shkuam koha në e Vlorë. pumbave, armëve. Dhe shkojmë në Vlorë. Aty janë, në fakt, në realitet, doktori na kërkovi 20.000 lek. Unë do t'i them gjëra si që janë, të bëhet çfarë të dojë Odeta. Se kam kaq vite që po e buaj, sinqerisht. Mjeku Roje që qëlloje atë ditë në spitalin e Vlorës të kërkoj para për lidhjen. Po, kërkoj 20.000 lek, në atë kohë ne nuk kishtim. Ta them troç, nuk u kishim, si gjithë tjerat. Edhe mua më quan në dhomë, Po. si ku ishin gratë e tjera. Më filluan dhimbjet, erdhi fëmia çuni, edhe infirmierët hajde u vërsulën ato gratë, e thanë që hajde se lindi, ato nuk ashtu, megjithatë e morën fëmijën. Por nuk të dhanë, le të themi, ndihmë, nuk pati një përkujdesje nga stafi mjekësor? Fare, Por si linde në krevat? në krevat e linda fëmijën. Po, kjo është. Po. Hajde më se erdhi fëmija, ato prit. E linda fëmijën, gjithsesi erdhi infirmierja, e mori çunin. Ti e linde vetë fëmijën në spitalin, në krevatin e spitalit. Po. Dhe asnjë mjek, asnjë infermier që ishi në turn Jo. atë ditë, nuk erdhi të ndihmonte. Asnjë. E të mërshme. E morën fëmijën, tha infirmierja, do ta siç e marrin fëmijën që për ta larë. Po, dhe për ta lënë të dhoma e bebeve. Prit, unë atë kohë u sëmura Odeta, mu nxin komplet thonjt, mi pi temperatur, më morën fëmijën edhe po e shikoj që nuk po vinte. I themi infirmierjes ku është fëmija, tha do ta bjem, tha. Prit, sa ashtu, qohem, nuk ndjesha mirë. Po. Si ndoshta ishte ajo ndjesje e nënës që nuk ndjet mirë kur diçka. Fëmijë nuk arriva ta çoj as në gjoks, po më ra në prerë. Më tha, pastaj infirmierja vdiq. Si vdiq? Asnjë përgjigje. Për të dhënë, nuk ma dhënë. Nuk ma dhanë fëmijën, që ta shikoja as të vdekur, as të gjallë. Pastaj më marrin infirmierët, më çojnë te doktori, për të bërë edhe 2 herë pastrim, të jenë në vete, këtë kuptuar, s'bet baki që të bëjmë pastrim 2 herë. Atëfere pasaja unë filluan të më jepnin ethet, më quan të dhoma prap. Nuk ndjesha mirë, hidhesha përpjet me batanie, infirmiere, doktorat erdhen, atëfere erdhen. Kur situata u bë alarmante dhe ti shfaqe probleme, e kuptoj. U hodhën mbi mua se unë hidhesha përpjet, kështu në krevati, nga temperatura, nga ethet, unë nxiva komplet, na thonjtë. Pra ke kaluar momente goxha të vështira pas asaj lindje që nuk ishte vështirësi për ty, le themi ishte era e tretë që ti bëhesh e nën. E dashur Anila, dua të pyes, në momentin që absurde ajo që ka ndodhur në 97 në spitalin e Vlorës, më vjen sinqerisht shumë keq që shkove në spital për sjellni jetë djalin dhe nuk të ofruan ndihmë dhe ti e linde në krevatin e spitalit. Në momentin që lindi fëmia dhe s'kishe pranë asnjë nga bluzat e bardha, e dëgjove të qarën e djalit? Sigurisht që e dëgjova. Se ndoshta në ato kushte që ti e ke lindur në krevat, bebi mund të ndodhë diçka dhe mund të këndruar jetë. Bebin e lëviza dhe qau bebi. Infirmierja e mori në dorë duke qarë. Ti e linde dhe lëvize vetë bebin tënd? Po, qa të bëja? Qa të bëja? E lëviza që e pash fëmijë, se era përmbys. E lëviza fëmijën kështu, e mori infirmierja, fëmijën duke qarë. Nuk kam të gjuar histori të tillë që të jesh në spital dhe nëna të lindi fëmijën, ta lëvizi vetë në ato kushte dhe më pas të vinë infirmierët. 100%, pa gënjeshtër. Më vjen shumë keq, por nuk e... Ka qenë një vit i vështirë, por nuk e ngrite zërin aty, spitali kishte një drejtor. Nuk i dinim ato deta, do me thënë ato
si ishin mënyrat. Unë i thash që dua fëmijën, fëmija vdiq që do të avaros komunalja. Por, pas sa orësh nga lindja e djalit, që sa ka qenë ora, nëse të kujtohet 9 shtatori vitit 1997? Po ne kemi shkuar në mëngjes në ora 10, 11, E para ditës ka ardhur një jetë Po. djali. Të treguan peshën, të thanë diçka? Asë dhe një gjë, vdiq asgjë. Nuk më thanë asgjë. Por ti e pe djalin. A i qau dhe ti e pe me sytë? I femjerja e mori për ta lartë, për ta Për të vazhduar procedurat, të kujtet kordoni, janë shumë procedura për të bërë. bërë. Fëmijën duke e qanë në dorë dhe doli që atë moment unë nuk e pashtë. Akoma e sot mua më ka ngelur ajo. Ai fragment, ajo figurë, pandaj unë e vuaj shpirtërisht. Por, pas sa orësh erdhi infermierja dhe ti kërkoi djalin vazhdimisht dhe atë dha lajmin e hidhur që... Pas gjysmë ore që tha që fëmija vdiq. Dhe shkaku i vdekjes? Nuk thanë, asë dhe një gjë, e thanë... Nuk pyete ti dhe nuk u interesove pse ndroi jetë fëmija? Vetëm kaq morëm vesh. Po me mjekun folët? Jo, asgjë. Nuk folëm me mjekun. Thanë vdiq, i femjerja që na ka përcjell deri te porta jashtë fare spitalit. Që cila grua të dali sot, të më thot, që mua më ka përcjell i femjerja që ka lindur jashtë portës të spitalit të Vlorës. Por pse e bëri këtë gjë? Pse dyshon? Pandaj unë dyshoj dhe e dyshimet në te i femjere të doktori që fëmijë asnjë s'ka. E dashur, Anila, ju keni qenë e re, sigurisht me dhimbjen e një nëne që mori vesh lajmin e hidhur vetëm gjysmore para se solli një jetë djalin që vdiq me problemet e tua shëndetësore pas lindjes. Pas lindjes erdhen problemet. Po bashorti juaj, i cili erdhi sigurisht në spital, ai nuk mundi do të fliste me mjekët më shumë dhe për të marrë informacion që çfarë ndodhi me djalin e tij? Kaq na thanë, vdiq. Ju e kërkua që trupin ta merrni dhe ta varrosni në Selenicë, në vendin tuaj? Jo, nuk na thanë, do ta varros komunalja, kaq. Dhe asgjë më shumë? Asgjë më tepër. Pastaj mbi disa kohë unë pastaj bëra denuncimet në polici. Do të pyes dhe do ma tregosh të gjithë histori. Por dua të pyes, Anila, si ka qenë shtazania juaj 9 muaj? Shumë e mirë. Në rregullt, po. Unë bëra kërkimet, kam bërë kërkimet edhe vetë, do me thënë që të gjeja këto. Jo, shtazania juaj ka qenë e rregull në 9 muaj? E ko që ke bërë ndjekje me mjekëve të themi? Asgjë. Nuk e pasur probleme? Jo, asgjë. Vetëm vizita që bënim si çdo grua, do me thënë njerë në muaj, njerë në 3 muaj. Por nuk e pasur probleme? Jo, këto vizitat i kam bërë në Selenicë. Po, e dashur Anila, ju fillua të dyshonit që fëmija nuk ishte vdekur, po diçka ndodhi në spital që kur dole nga spitali, apo vite më pas? Më mbas, pasaj. Në fillim e ke besuar si lajm? Në fillim e besova, po prap ngela me një pikë pyetje që thoshin që e merr fëmijën. Kur shkuat në shtëpi dhe folët me bashortin dhe u qetësuat, le të themi, çfarë? Më mbas, pasaj filluan ato, nuk ndjesha mirë, diçka. Bashorti e ka dyshuar në fillim? Bashkëshorti im e kërkovi në fillim, edhe ai. A dyshoja ai që në fillim që ndoshta diçka kishte ndodhur në spital? Nuk. Ju e besuat lajmin. E besuam. Këtë dua të pyes, që pra ju e besuat lajmin që fëmia kishte vdekur. Më vonë ngritët dyshime kur nisët kërkime dhe të zbulonit gjëra të tjera, dyshuat se fëmia mund të ishte gjallë. E dashur Anila, por pas lindjes, sa ditë qëndrove në spital? Të nesme kaniku, një ditë domethënë. Edhe pse ti kishe probleme apo u qetësove? Jo, u qetësove, 2 ditë. Ke qëndruar 2 ditë në spital. Dhe si ka qenë ai moment kur dole duar bosh nga spitali? Jam shtruar në datën 9, që kam lind çunin, në datën 11 kam dalë. Djali ka lindur në 9 shtator dhe ti ke dalë në 11. Dhe si ka qenë ai moment kur dole duar bosh nga spitali? Shumë keq Odeta. Ndjesha, sinqerisht. Edhe pse kishe 2 vajza në shtëpi. Pavarësisht politikës së asaj femjeres që na përcillte deri poshtë, që fliste, jo, do bëni tjetër, jo, ante po këte, fjalët e atyre. Ngela me pikpyetje, po prapë thosha që është e vërtet, se nuk e dinim që do me thënë si ishin procedurat kur dikush vdes, apo... Dhe çfarë ndodh? Dhe kur shkuat në shtëpi, 2 vajza, sa vjeç kanë qenë atë kohë? Të vogla ishin dhe vajzat. Të cilat e dini që mami do sillte një vllan në shtëpi, dhe kanë qenë momente vërtet të trishta për ty si nën, për vajzat e vogla, por edhe për bashortin.
E trisht. Trishtimet kanë qenë vitet që kanë ardhur, më mbas. Se ndjeja një diçka. Dhe kur fillove të dyshoje dhe të nisje kërkimet njëkohësisht? Kur shkova që bëra denuncimin në polici. Bëhet fjalë për çfarë viti? E kam atyja Për afërsisht para sa vitesh? 12, 10, 1990. Para 10 viteve. Po. Në 2016-ën. Jo, më përpara e kam parë më duke. Më përpara se viti 2016. Atëpere ishte me shtyp shkronjë, nuk u kishte kompjutra. I bie viti 2000, fare. Po, them që kam bërë shumë shpejt atë. Denoncimin, po, e që ende nuk ishin dalë programe televizive dhe merreshin me këto histori dhe le të themi ty të lindi ajo dëshira për të qenë në program dhe dyshimet e tua. Pra, nuk kemi qenë ne që kemi ndikuar tek ty se fëmia është gjallë. Ti e ke bërë shumë herën përpara se të krijosh këto programe. Ke shkuar në polici dhe ke denoncuar, çfarë ndodhi? Në si more kurajën nga një moment që e besove që fëmia vdiq dhe pas disa viteve shkove në polici dhe denoncove spitalin dhe infermieren. Kur të dhem shpirti dhe ndjen diçka që të mungon, nuk pyet fortunat Odeta. A shkove ndonjëherë në spital dhe të hapi regjistrin? Shkova në spital. Shkova në spital. Fillimisht shkova në polici? Shkova në polici. Dhe bëre denoncim? Bëra denoncimin. Policit në fillim, do t'i them në gjërat pa frikë, në fillim më bën presion. Pse? Më bën presion, si mos gënjen, pse e bën këtë, mos do lek, s'kam nevojë as për lek, as për gjë, unë dua fëmijën tim, do të pusim brenda, më kërcënonin policit, më trëmnin, unë i thash, kjo që po them është e vërtet, pastaj më vonë filluan që të merrnin denoncimin. Denoncimin. Shkoj, më thotë një polic, shkoj njerë në spital. Shkoj në spital, gabimi im ka qenë që kam shkuar në spital, është si punë e asaj që i thua ajdutit pregatitu ti, se unë do vitë të vjedh. Edhe puna ime, vajta në spital, aty të hipoteka, nuk më dha informacion ajo, kap vetë doktorin, nuk e them emrin, i them unë kam lindur me ti, edhe dua fëmijën të di se ku ndodhe. A i më thot, më i zonjë thot, i e çmendur ti, më thot mua, ti kush e di ku e ke lindur. E i thash, ku do që të kapi dhimbja një grua, jo vetë mua, sigurisht që do vejnë në spital. Edhe tha i këta shiko tha një në hipotek. Vetë në hipotek a i vinë mbas meje. Edhe foli në një gjuhë shumë të keqe. Doktori. Shkove të zyrat e arkives të spitalit për të kuptuar dhe për të zbuluar çfarë ishte shkruar për ju dhe për djalin tuaj. Doktori nuk arri unë që të bëj muhabet me atë që ishte në zyra atje, punojsen, vjen mbas meje. Të ndjek ty? Po, më ndjek edhe i bën me shenjë unë atë kokë kthej kokën, e thotë këshu, kjo është e çmendur, dhe shikon, thotë, ti nuk ekziston fare këtu, më thotë mua. Pra, emri jot nuk ekziston dhe fare në spitalin e qytetit të Vlorës, aty ku në 9 shtator të 1997 ti kishe lindur djalin, dhe të thanë vdiq. Më tha nuk ekziston fare, tha. Ti tha i këshiko, tha ku e ke lindur, tha. E unë një ta marrë doktorin, i thash unë e linda me ty, se një e vërtetë, më falë të ashtu, një e vërtetë nuk më hohet, e ka pa doktorin për gryka, i përplasi derën në fytyrë. Edhe iku. Po ti ishte i regullta i, do thoshte zonjë urdhro si e ke allin që ishe tek. Por, çfarë ndodhi më pas? Se më bën, kur i mendoj Odeta të më falësh, më bën të dal nga vetja. E qartë, e kuptoj, ti shkove për të interesuar në spital dhe aty zbulove që nuk ishte asgjë e shkruar për hyrjen tënde në spital, për ardhjen e jetë të djalit, për vdekjen e tij. Tani, kjo është e pamundur, sepse ju keni lindur djalin, do të thotë, është regjistruar fëmia, është bërë regjistrimi i fëmijës. Ju i keni bërë këto procedura në Selenicë? Sigurisht kam bërë ato që vizitoheshin. Jo, pas
pas ti dole nga spitali, a ke firmosur ti në spital? Jo, në Seleni s'kisha punë, unë lindë Jo, në flasë për Vlorë. në Vlorë, në spitalin e Vlorës. Ti ku ke dalë nga As edhe spitali, një gjë. nuk e firmosur asgjë, As një gjë nuk na dha. por bashkëshorti juaj, Asgjë. fëmijën e keni regjistruar dhe e keni çregjistruar. Sigurisht, kur vajtëm regjistrohesh. Jo, flasë për në Selenicë, pas ti ndodhi ngjarja, fëmija regjistrohet dhe bëhet dhe çregjistrimi se vdes. Jo, as edhe një gjë. As edhe një gjë. As edhe një gjë nuk kemi bërë. Nuk u shkoj në mendje që aty në spital dhe duhet të firmosni? As një gjë, s'na dhanë as një letër, as edhe një gjë. Pasaj i them asaj shikoj e mirë, i thash. Se ti kishe datën, muajin, vitin, kur kishe hyrë në atë spital dhe nuk ishte mbajtur as një shënim spitali? As edhe një gjë. I thash asaj shikoj e mirë, i këta shiko tha njerë tha në atë që qojnë të vdekurit. Shkoj edhe atje, aty shkoj me kunatën time. Po? Por se çfarë ndodhi më pas me kërkimet që ti vazhdove dashur Anila për të zbuluar të vërtetën e djalit tënd të ardhur në jetë në 9 shtator të vitit 1997, pra përpara afërsisht 29 viteve, do vazhdojmë të dyja së bashku. Mirë, jemi sërish të bashkë dashur miq, ku ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë është një nën, një 58 vjeçare nga Vlora, e cila po tregon historinë e jetës së saj dhe vitin e vështirë 1997, konkretisht 9 shtator 1997, kur ajo solli në jetë djalin, fëmijën e tretë, por fatkeqësisht në spital ju konfirmua nga infermieria se fëmija vdiq dhe kjo nën, pasi nisi kërkime dhe të mësonte të vërtetën, mësoi se nuk ishte regjistruar në spitalin kur lindi fëmija. E dashur Anila, më tregove episodin pak më parë të doktorit, ku ai e mohoi, të orientoi, shkoni një zyrë, aty nuk ishte shënuar asgjë. Por në vetë spitalin, nuk e gjete emrin tënd të shënuar në asnjë regjistër? Jo, kam bajtur disa herë, edhe nuk ekziston. Ndoshta 1997, një vit i vështirë për shqiptarët, ku ne vetë i vun flakën gjithçkaje dhe në atë vit, një pjesë e mire arkivave është djegur. U dojgjë në Selenicë, se shkova atje për të marrë që unë kam bërë vizitat në Selenicë, vendi ku jetoje, po, për të vërtetuar, po? Nuk, aty u dojgjën, në Vlorë nuk e dinë, janë djegur apo jo. Por vetë punonjësit të thanë informacion të tillë që janë djegur? Në Selenicë, po. Jo, në Vlorë, aty ku ti po kërkoja. Jo, nuk e di në Vlorë. Por çfarë ndodhi më pas? Ti me kunatën shkove në një tjetër zyrë për të gjetur për bebet, le themi, ai s'kishte emër, po mbi emrin, atësinë, mëmsinë, që kishin vdekur dhe ishin varrosur nga komunalja. Aty takojmë zonjën që punonte aty, e tha, qa kërkon ti, më tha mua. Në qofë se dikush vdek, kush do që të vdesi, këtuja vjen, tha, doktori, tha, i femjeret, prindrit, nëna babaj, që të firmosin dhe të marrin, apo mos e marrin fëmijën. Po? Edhe më godet në shpatët, i këta, më tha të keqe nëna, tha i kërkoj gjëkundi, tha. Nuk e ke këtu, tha. Këtë fjalë më ka dhënë ajo zonja, edhe unë e mbaja akoma mend. Pra, edhe në atë zyrë, ti nuk e gjete, Jo. le të themi emrin tënd, emrin e bashkëshortit dhe të bebes që sollen në jetë. Jo, emër mbi emër nuk ekzistonte, po edhe firma e femjereve, doktorëve, çdo gjë duhet të bëheshin me këta, që të jepesh fëmija. Po, që dorëzohesh fëmija nga spitali komunales për t'u varrosur. Nuk ishte bërë kjo lloj gjëje dhe nuk ishte asnjë firmë, asnjë emër, asnjë mbiemër. Asnjë gjë. Dhe në këtë moment lindën pikpyetjet e mëdha që akoma më të mëdhaja. Se dyshimi i parë ishte që kur takova doktorin dhe u soll në atë mënyrë. Por çfarë ndodhi më pas, le të themi, tentove të takoje prapë doktorin apo infermierin asaj kohe? I madh, kur ngrihesh në detyrë gjithçka shkatron poshtë. Kur themi u bë i madh, u bë drejtori i spitalit? Po normal. Shkova prapë denancimet. Mbushnin fletat ata. Bënin denancimet edhe polici fundit më ka thënë çka kërkon ti, tha. Ti nuk je e para, më tha, do t'ja them unë, dhe ta marrin vesh gjithë, se kam nga brenda të helmi, Odeta. Qa kërkon ti, më tha më, tha, si as e para së fundit, tha, që bëhet këto çështje, dhe atë personin e futën 3 ditë brenda dhe e nxorën. Këtë më ka thënë polici. Pra, pas denoncimit tënd ai është marrë nga policia, është rritur nga policia? Se di qa ka bërë unë, nuk e di qa ka bërë. Ju nuk keni informacion? Po, këtë fjalë më ka thënë polici, qa kërkon, tha. Ti si e as e para, as e fundit, tha.
që kërkon, që bën denancime, tha, personi, tha, e kanë marrë brenda, tha, në burg, tha, 3 dita dhe kanë lënë. Për çështjen tuaj apo për çështje të tjera? E për çështje të tjera, se tha që nuk ja se para se fundi që bën denancimi, tha. I qartë. Për këto çështje, tha, nuk ja e para, tha. E dashur Anila, por me infermierjen që të dha lajmin, dhe ajo që të përcolli deri tek porta e spitalit, Jo. ke mundur të takosh për gjatë këtyre viteve? Jo. Jo. Çështja ka kaluar në gjykat? Unë i bëra denancime me herdhën fletët ato, apo si ishim... Dosja ka kaluar në prokurori? Pra keni informacioni që dosja pas denoncimit që keni bërë në polici ka kaluar në prokurori? I kanë hedhur poshtë të gjitha. Është mbyllur Ka këtë marrë çështje. fletat, po. Pra prokuroria e ka mbyllur këtë çështje. Po, të lexosh atë, ja thot, nuk duhet ta kërkosh, thot. Sepse simbas zonjës thot, nuk dalin të vërteta. Se simbas personit dalin të vërteta. Çfarë mund? Pra, ju keni marrë një përgjigje nga prokuroria që çështja është mbyllur, nuk ka nisur fare hetime për këtë ngjarje dhe përgjigjja ka qenë që ju s'duhet ta kërkoni? Po. Ja, i kam fletët. S'duhet ta kërkoni pse? Se ka dhe një pse aty, besoj. Asnjëherë se ka gjetur kush psen. E dashur, Anila, unë e kuptoj që dyshimet janë të mëdha, duke kërkuar në përzyra dhe mos të zbulosh emrin tënd, ku ti je shtruar, ke lindur, ke sjellë një jetë një fëmijë, të bën të dyshosh, or çfarë ndodhi me fëmijën tim? Pse nuk në këtë regjistër të 1997-s nuk ka asgjë të shënuar për fëmijën tim? Në është i tim? vdekur edhe do isha e qetë, po kështu unë nuk ma dhanë. Ju sot dyshimet i keni 100% që fëmija... 100%. 100%. Por pse du ta bënte një mjek, një gjë të tillë, ta merrte foshnjën një nënë dhe t'ja jepte një nënë tjetër? Si gjithë të tjerat. Ata e din për fitimet e tyre. Se nuk kishte leverditën ta merrte komunalja fëmijën tim, apo tjetrës e tjetrës. Ta jepte komunalja, urdhro fëmijën, edhe mbesës së burit i vdiq fëmija, po ja dhanë. Ja dhanë fëmijën. I thanë që do ta marrë shtia, po ta varosim ne. Jo, e tha, unë e dua fëmijën. Që sa e lindi dhe ajo. Po ja dhanë. Mos më dhanë, as më të treguan. Ju dyshoni se e kanë marrë fëmijën dhe mund ta kenë dhënë për birësim? Po normale. Aty dyshoj. S'ka rrugëzidhje tjetër. Se do të thoshin, në qoftë se do ishte i vdekur fëmija, do thoshin urdhro. O mere, o ta marrim ne. Por sot pas 27 viteve, çfarë thonë vajzat që janë të mëdhaja dhe bashorti? Presin me padurim. Sepse ato e din që ti ke nisur këtë rrugë dhe kërkon ta zbulosh të vërtet. Normale. Dhe temi janë në krahun tënd, apo... Sigurisht. Ato më shtynë, mami qa bëre, kemi do një lajmë. Por bashorti? Edhe ai poshtë. Ju prej vitesh jeni larguar nga Shqipëria, jetoni mes Londrës dhe Italisë, njerë tek një vajzë, njerë tek një vajzë tjetër. Jetoni në Greqi, pastaj. Pastaj jeni larguar nga Greqia, jeni zhvendosur jashtë tek vajzat. Unë uroj dhe shpresoj që kjo histori të zbardhet, sepse është e vështirë. Nëse është kështu, siç ju dyshoni, do thotë është një rreth fari i ngushtë që e di këtë të vërtet, që e kanë mbajtur sekret dhe sigurisht nuk mund ta nxjerrin këtë sekret se mund të përfundojnë pas sekurave për këtë ngjarje të rëndë. Janë histori që janë shumë të vështira për të kërkuar, e dashur Anila, për të qenë sinqert me ty, por dhe histori të vështira dhe për të besuar që vërtet këta fëmijë mund të jenë gjallë. Por ju dyshoni? Unë dyshoj dhe jam e sigurt, 100% atë që ndjej. Mjeku në fjalë, i cili të njeh mirë sot, sepse ke shkuar e ke takuar, të ka refuzuar të takoj, e ke denoncuar, ai të njeh shumë mirë kush jeni, dhe jam e sigurt që ndoshta nga ky transmetim mund të ndjeki. Çfarë do i thoshe ditën e sotme? Unë nuk të thosh asgjë, vetëm të tregoj të vërtetën, ose të thotë se qysh ka qenë rrethanat. Se doktori apo personi s'do ta mirte me vete, diku e ka çuar. Por infermieres, ajo që le të themi e akuzove që në fillim të programit? Ajo zonja që më ka përcjell te dera e spitalit për jashta, i dua të më thotë vetëm një të vërtet. Asgjë tjetër. Nuk do t'i bëj keq.
Të marrin guximin, qoftë anonim? Po, të shkruajnë ju, të kontaktoj, vetëm të thot një të vërtet. Ta uroj me zemër që dikush, nëse vërtet është kështu historia, dyshimet që ju keni janë të vërteta, dikush pas 27 viteve të marri guximin, mos të heshti më, të telefonoj apo të dërgoj një mesazh dhe ta uroj me zemër që ta mësosh të vërtet, se e shikoj që e ke një plag në zemër që të ndjek kudo që shkon. Pavarësisht se jam e plotësuar, se vajzë e madhe ka 3 çuna. Ai e bërgjyshe. Po, edhe vajzë e vogël ka djalë e vajzë. Jam e plotësuar, po... Me nipër mbesa. Me nipër e me mbesa, po... Ndjem prap diçka mungon. Ju nuk sollët më një jetë fëmijë pas këtij djali? Jo. Mirjeti kesh të dyja vajzat, mbesa dhe niprit, dhe sinqerisht më erdhi keq për gjithë rrëfimin tuaj, se gjatë gjithë kohës që flisje, nuk e di nëse teleshikuesit arrin të dallojnë, por syti ke plot me lot. Teksa e vuaj Odeta, kam kaq vite që e vuaj. Sepse nuk është diçka për shembull që merr edhe, hajde. Diçka që më ra në prerë, nuk arriva t'ia pas gjoks, edhe më ka ngelur kështu. Peng, po. Që fëmija të qaj, të ta marrin në dora, edhe mos të ta bjen më, të banë të ashtu, kur i mendoj më vjen kështu, do më thënë... Ne e prezentuam e Dashur Anila sot për herë të parë, do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që të zbardhet kjo e vërtet. Faleminderit që të pata në studio. Faleminderit dhe ju. Mirë, jemi sërish së bashku live dashur miq, në këto momente dua të prezantoj historinë e Eligerta Kaselit, një 30 vjeçare nga Lushnja që fatkeqësisht rezulton e humbur për familjen që prej datës 3 maj të vitit 2013 nga Kavaja dhe drejtimi është i paditur. E sjell sot në fokus historinë e Eligerta Kaselit sepse vetëm përpara pak ditëve e kemi dhënë si pasaport dhe kam britur një informacion ku dyshohet se ajo jeton në Londër në Angli dhe uroj dhe shpresoj që ditën e sotme kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta njohë Eligerta Kaseli, nënën e një djali të vogël që e la momentin që u largua. Ajo ka qenë vetëm 17 vjeç, është larguar në pranitë të nënës së saj, ka mbyllur telefonin, është zhdukur dhe nga ai moment nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Eligerta Kaselit. Dua të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Deri ditën që i dha fundi jetës duke u hedhur nga furgoni, Merushe Gjuzi ishte në kërkim të vajzës së saj, Eligertës. E ndjera shpeshherë telefononte në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ndërsa priste një lajm të mirë për të bijën. Merushja për 10 vitesh kujdesej për nipin Orgiton, të cilit i kishte premtuar se shumë shpejt do t'i sillte nënën në shtëpi, por kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Madje ai mbeti vetëm edhe pa gjyshen e tij, e cila vendosi t'i jap fund jetës. Por cila është historia e Eligerta Kaselit dhe si humbi ajo? Ishte një 17 vjeçare aso kohe kur Eligerta nga Lushnja u martua me Arbenin në vitin 2012, ndërsa po në atë vit solli në jetë djalin e tyre të vetëm, Orgiton. Një nënë e re, Eligerta kalonte kohë me rritjen e djalit në familjen e saj me banim në Rogozhin. Për shkak të një problemi në frymarrje që djali i vogël shfaqi, Eligerta bashkë me nënën e saj Merushe Gjuzin nisen me urgjencë drejt spitalit të Kavajës. Ndërsa mbërritën dhe Eligerta po paguante paratë e udhëtimit, nëna e saj Merusha me fëmijën në krah kaloi rrugën. Kur bëri një copë rrugë me mendimin se Eligerta ishte pas saj, pasi kthen kokën, ajo nuk e pa më vajzën. Eligerta ishte zhdukur sa hape mbyll syt. Merusha e telefonoi disa herë, por ajo nuk përgjigjej. Kaloi më shumë se një orë kur nënës i erdhi një telefonat nga Eligerta. Në pak sekonda bisedë, ajo arriti të thonte vetëm 2 fjalë: "Mami, më kanë rrëmbyer 2 burra." E tmerruar, Merusha bashkë me djalin e vogël në krah, menjëherë ju drejtua rajonit të policisë, ku edhe pas denoncimit për humbjen e të res, ende nuk është zbuluar asnjë gjurmë e saj. Pas zhdukjes së Eligertës, familja pësoi një tjetër dramë, me një nënë të zhdukur pa gjurmë dhe një baba që humbi jetën nga një aksident me makinë 6 muaj pas humbjes së Eligertës. Orgito, djali i tyre i vetëm, mbeti pa nënë e pa baba ende pa mbushur 1 vjeç. Këtë dramë familjare me sytë që i mbusheshin me lot, me vogëlushin Orgito në preher e me bashkëshorti në krah, Merusha kërkonte që Eligerta të kthej sërish mes tyre,
por ndo nëse Merushja mori guximin të dilte në ekran dhe të kërkonte Eligertën e zhdukur, duket se 57 vjeçarja u dorëzua. Pas një konflikti me bashkëshortin, vendosi t'i jap fund jetës ndoshta në mënyrën më të tmerrshme të mundshme, duke u hedhur nga furgoni. Kjo është historia e dhimbshme e Eligerta Kasteli dashurmish, e cila ka 13 vite që figuron e zhdukur e humbur për familjarët e saj. E theksoj ka qenë vetëm 17 vjeç, ishte nëna e një djali vetëm 1 vjeç në atë kohë, u zhduk nga qyteti Kavajës dhe ende nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Nëse është shëndoshë mirë dhe ndodhet diku, i bie plot sot jetë 30 vjeç dhe dyshohet se ndodhet në Angli. Ndaj u bëj thirrje kushdo që e njeh Eligerta Kastelin, mos të hezitojë, qoftë anonim, të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Reports TV. Jemi sërish bashk live për të prezantuar dhe historinë e fundit për ditën e sotme. Do të jemi në kërkim të një të riu nga Elbasani që quhet Ilir Kovaçi, një 36 vjeçar që ka humbur kontaktet me familjen tetorin e vitit 2017, përpara 9 viteve këtu në kryeqytet në Tiranë. 27 vjeçari asaj kohe kishte shfaqur problemet e para të shëndetit mendor, është larguar nga nëna e tij dhe kështu është zhdukur duke mos lënë asnjë gjurmë. Por kush është historia e Ilir Kovaçit? Çfarë dyshon nëna e tij dhe si humbi ai në kryeqytet? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Prej vitesh familja e Ilir Kovaçi nga Elbasani jeton me sankte dhe pasigurisë, pas një informacion për fatin e tij. Nëna e tij Elida vazhdon kërkimet pa rreshtur që nga tetori i vitit 2017, kur humbi çdo kontakt me të birin. Historia e Ilirit nisi në vitin 1988, kur ai lindi nga një lidhje mes 2 të rinjve që përballuan vështirësi dhe kundërshti familjare. Pas ndarjes së prindërve në vitin 1995, nëna e tij u shpërngul drejt Italisë për një jetë më të mirë, duke lënë fillimisht të birin në kujdesin e gjyshërve. Më vonë, pasi u pajis me dokumentacionet e nevojshme, ajo e mori Ilirin pranë vetes. Në Itali, Iliri u rrit dhe nisi jetën e punës që në moshë të re, duke punuar për disa vite në një pasticëri, ku ishte e punësuar dhe nëna e tij. Ai krijoi gjithashtu një lidhje të gjatë me një shtetase italiane, me të cilën bashkëjetoi rreth 9 vite. Megjithatë, me kalimin e kohës, sjellja e tij ndryshoi. Rreth vitit 2014 Iliri u bë më i tërhequr dhe i mbyllur në vetvete, duke kaluar pjesën më të madhe të kohës mes shëtitjeve dhe qëndrimit në bibliotekë. Në korrik të vitit 2017, ai u kthye në Shqipëri nga autoritetet italiane dhe u vendos fillimisht në Elbasan pranë familjes së Saatit. Pas një konflikti familjar, Iliri u largua nga shtëpia e gjyshërve dhe shkoi në Tiranë, në kërkim të një pune dhe një fillimi të ri. Në këtë periudhë ai mbante kontakte të herpashershme me nënën, duke i kërkuar ndihmë financiare. Por në tetor të vitit 2017, çdo komunikim u ndërpre papritur. E shqetësuar, nëna e tij u kthye në Shqipëri dhe bëri denoncimin pranë policisë së Elbasanit, duke nisur një kërkim të gjatë dhe të lodhshëm. Pavarësisht viteve që kanë kaluar, ende nuk ka asnjë gjurmë apo informacion mbi vendodhjen apo fatin e Ilir Kovaçit. Edhe për Ilir Kovaçin, për këtë 36 vjeçar nga Elbasani dashur miq, u bëj thirrje kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi nëna e tij është ende në kërkim për të zbuluar të vërtetën e djalit të saj. Me historinë e Ilir Kovaçit ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do të takojmë sërish, ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.